Historia e çuditshme e një gruaje, 41 vjeçare, që përjetoi jetën e saj në një tjetër botë ose në një tjetër dimension. Është e mundur? Le ta shikojmë. Ndodhi para disa viteve. Gruaja, 41 vjeçare, Lerina Garcia, një grua profesioniste e zgjuar, bile shumë e zonja, ajo futej për herë në një forum. Dhe në këtë forum kishte flitej zakonisht për mistere, enigma dhe paranormale. Dhe dikur flitej kështu, ishin të gjithë bashkë që flisin për këto forume, njëri hapte diskutimin dhe tjerët diskutonin së bashku me të. Si sot për shembull që në këto faqet në dirmura, që unë hap diskutimin dhe së bashku diskutojmë. Mirë po, më përpara ishte shumë me zhvilluar kjo me përhapur, që shkonin dhe komunikonin në për këto forume. Forume tani dal nga dal janë reduktuar, mos themi që ka shumë pak tani. Dhe zonja, si që thash, shkonte shpesher në këtë forum dhe nuk është se shkruan dhe shumë rrallë, por nuk ishte hapur një diskutim. Dhe atë ditë u qua që në mëngjes sepse i ndodhi një fakt i çuditshëm. Ajo tregon në forum, si që shkruan të kjo, që për më tepër ajo çka, pra çështja e Lerina Garcias u shfaq edhe në Wikipedia dhe çuditërisht në vitin 2016 e hoqën, e zhdukën, e eliminuan. Pse? Ne flasim për teori konspirative pothuaj për ditë, flasim për mistere dhe enigma për ditë. Pse duhet fshihej historia e kësaj zonje? Për çfarë arsye? Megjithatë le të ecim përpara. Ajo, pra Lerina, ishte ngritur në mëngjes dhe kishte parë diçka të çuditshme në krevat, në ngjyrat e shtëpisë, në çdo gjë që e rrethonte, ishte krejt ndryshe. Sikur ajo një ditë më përpara të kishte ndryshuar shumë gjëra në atë shtëpi. Por çudia erdhi më vonë, sepse kur shkoi në punë, puna aty ku ajo mendonte që ishte punë e saj, e pyetën se kush ishte, pra nuk e njihnin. Dhe ajo mbeti pa fjalë. Dhe teksa kërkoi, u kthye në shtëpi dhe kur u kthye në shtëpi e morën në telefon. E morën në telefon dhe i thanë pse nuk je në punë. Dhe ajo tha, i pyeti me shumë delikatesë ata që të dinte se ku ishte puna. Dhe puna ishte diku tjetër, në një zyrë tjetër. Gjithmonë zyrë, po ishte në një tjetër zyrë. Mos ishte në një blackout i saj, ku i dihet, megjithatë prisni, sepse ajo në forum shpjegonte në detaj se çfarë tjetër i kishte ndodhur. Për shembull, ajo kishte lënë të dashurin e saj para disa kohësh. E kishte lënë dhe jetonte me një tjetër njeri. Por çudia ishte që kur u kthye nga puna, në shtëpinë e saj ishte ish i dashur i saj, që çuditërisht ajo nuk e kishte ndarë kurrë, bile ishin martuar bashkë. Dhe e pyeti se kur ishin martuar. Ai duke buzëqeshur i tha se nuk e mban mend, i tha. Tani, përveç kësaj, kishte edhe një problem tjetër, sepse ajo shkoi që të kërkonte të fejuarin që kishte aktualisht, pra jo ish burrin e saj, aty ku shkonte për ditë, pra tek shtëpia ku e takonte për ditë. Shkoi tek shtëpia, por ai numër që ajo kërkonte, numri i shtëpisë, nuk jetonte ai, pra nuk ekzistonte ai aty. Bile ai atë emër i thanë aty nuk e kemi dëgjuar kurrë. Tjetra ishte që ajo çdo gjë që shikonte përreth saj, çdo gjë që prekte, shikonte, çdo gjë, ishte totalisht ndryshe nga bota që ajo njihte. Tani, këtë gjë nuk dihet nëse kjo grua, sepse kaq ishte forumi. Me një fjalë, ajo donte përgjigje se çfarë i kishte ndodhur. Dhe të gjithë u futën aty për t'i shpjeguar se çfarë mund të kishte. Bile mes tyre kishte edhe fizikant. Po, lexova një frazë të një fizikanti që jo fizikant shkencëtar, por besoj ndonjë njeri
me dije të mëdha, sepse ai thoshte që në mënyrë shkencore mundet jo vetëm, me fjalë, ai tha ka dy versione. E para një që mund të jetë truri, që truri mund të riprodhoj disa evenimente ose ngjarje ose fragmente gjoja të programuara ose të regjistruara brenda. Ç'do të thotë kjo? Pra mund të jenë fragmente të kapura nga memoria universale, jo nga memoria e saj. Dhe në bashkëpunim me memorien e njeriut, i shfaq këto gjëra. Edhe njerë që ta kuptojmë. Së pari mund të jetë truri. Dhe e dyta mund të jetë një mekanizm që ndodh mes trurit dhe fushës magnetike, pra universit. Sepse në këtë rast, kur i bënën pyetje këtij fizikantit, po mirë, ti po thua tani që mund të ekzistojë një multivers ose një multidimensional world ose jetë dimensionale atje lart? Është e mundshme, thot ai. Pra, ai thot që nëse kjo është e mundshme, mundet që truri i njeriut mund të kapi një pjesë të kësaj dhe të jetë një tip frekuence që e bën si puna e televizorit, që bën atë njëri jep një kanal njëri tjetrin. Pra, në sintezë, kësaj gruaje, i ndodhi që ajo përjetoi jetën e saj, por në dy botë të ndryshme. Dhe kjo botë me këtë botë, pra bota që ajo njihte normalisht, nuk ekzistonte më nga të gjitha ato që ajo njihte. Nuk ekzistonte. As i fejuari, as me fjalë i fejuari i ri, bile ai i vjetër ishte martuar me të, një pjesë e jetës saj, me fjalë puna që nuk ishte më aty, tjetra, e mori motrën në telefon, gjatë asaj dite po flas, pritse, këtu ka të tjera të reja, gjatë asaj dite mori motrën në telefon. Dhe e pyeti se si ishte. Mirë jam, i tha. Po jo, se unë mbaj mend që ti, jo, doja të pyes edhe sepse ti bëre kështu operacion tek shpatula. Jo, i thash, motra, kur e bëra operacion dhe po qeshte, se kujtoj se po tallej. Mi pa jo, kjo ishte e bindur Lerina që motra kishte bërë një operacion, sepse tha që e ke bërë para disa javësh. Pra, çfarë i ndodhi trurit të saj që shikonte ose përjetoi gjithë këto anomali? Çfarë i ndodhi? Tani, gjëja që ndodhi më vonë është që ajo shkoi tek psikologët më të mirë. Dhe psikologët i thanë që nuk ka asgjë, je shkëlqyeshëm. Mund të ketë ndodhur diçka në trurin tënd që ti nuk e kupton, kaq i thanë. Bile ajo takoi edhe disa profesor të fizikës kuantike, sepse ishte e zonja si grua, dhe thotë që nuk i dhanë dot asnjë shpjegim. Dhe dikush nga këta i tha që mund edhe të kesh përjetuar vërtet një blackout të kësaj bote dhe duke u futur në kontakt me një botë tjetër. Pra me një botë dimensionale. Kështu që Lerina nuk mori asnjë përgjigje nga askush, sepse askush nuk mund të jepte dot një përgjigje. Tani, dikush nga ju do thotë, po mirë, ku e dim ne nëse është e vërtet ose jo? Okej. Lexova disa artikuj ose disa komente që ishin shkruar tek këta artikuj, një nga këto edhe aty tek Wikipedia që e kishin fshirë, dhe thoshin diçka të çuditshme. Për shembull, njëri që e njihte, me sa e kuptova, ai thoshte që ky emër që ajo thoshte, me atë paraqitje që ajo thoshte, pra një njeri që ajo mendonte se ishte i fejuar i saj dhe në të vërtet në këtë botë që ajo përjetoi nuk ekzistonte, që është e vërtet ai ishte real. Pra, ai jetonte, ishte. Por ishte në botën këtu, pra reale, por në botën tjetër jo. Dhe ajo, kur shkoi tek vendi, pra tek shtëpia, ku ai jetonte, nuk ishte më as ai dhe as shtëpia ishte e dikujt tjetër. Pra, çfarë ndodhi ose çfarë ndodhi në atë moment?
Çfarë? Ka një version të një studiuesi që, të them të vërtetën, këtë e ka prekur pak edhe David Icke, nëse keni lexuar librat e tij. Ai thotë që ne, pra njeriu është i programuar të jetojë këtë botë ashtu siç ne shohim, sepse qenjit që na kanë nën kontroll, siç thotë ai, na kanë programuar që të shikojmë dhe ta prekim dhe ta perceptojmë këtë botë ashtu siç senset tona, sepse senset janë programuar. Kështu që ne nuk mund të dalim dot jashtë senseve. Dhe në të vërtet, disa shkencëtar thonë që një gjë e tillë mund të jetë e mundur, sepse nëse ne do hipotizojmë ose hipotizojmë, sepse është e vërtetë që ne hipotizojmë që ne jetojmë në një multivers, pra në një univers të pafund, por që brenda tij ekzistojnë multivers, por brenda universit, siç ju thash në fillim dhe dua ta mbyll me këtë, mendohet që ekzistojnë dimensione, dhe dimensionet janë dimensione paralele, si mund të thuhet. Pra janë dimensione që jetojnë ashtu siç jetojmë dhe ne, pra në këtë dimension, por jetojnë në mënyrë paralele dhe zëm sikur të jenë membrana, 1, 2, 3, 4, 5, dhe secila është një dimension. Por dimensioni i përket si mund t'ja them, frekuencës të caktuar, pra nuk mund të futesh dhe fizikisht, ne nuk e dim këtë, mund t'jetë dhe që ti mund të zhytesh fizikisht, por duhet t'i përshtatesh në mënyrë fizike atij dimensioni. Por ç'është e vërteta, për sa i përket fushës magnetike, shkencërisht thuhet që mund të ekzistojë, që me anë të frekuencave mund të sintonizohesh ashtu siç dhe një radio në një dimension eksakt, pra në një sintoni eksakte. Kështu që askush nuk e di se nëse është e vërtetë ose jo, megjithatë, kjo është historia e gruas 41 vjeçare, Lerina Garcia, që nga ajo ditë nuk u fut më, me fjalë, edhe më vonë që shkriti 2-3 herë, por nuk u fut më që të tregonte se çfarë tjetër mund t'i kishte ndodhur më vonë. Megjithatë më bëri përshtypje edhe diçka tjetër, sepse në komentet që aty ishin bërë poshtë asaj që kishte shkruar ajo, kishte edhe disa tjerë që tregonin disa gjëra tjera që duken vërtet fantazi, sepse hym në një tjetër botë pastaj të flasim për këto. Megjithatë, doja t'ja u thosha sepse në të vërtet senset e njeriut janë shumë të ulta, shumë banale. Ne perceptojmë vetëm 5% të botës që na rrethon. Dhe po sikur ajo 95% që gjendet atje jashtë të jetë diçka që ne nuk, përveç se nuk e perceptojmë, por të jetë diçka që te kalon çdo mendimin ton. Dhe pse jo, mund të jetë edhe një multidimension, përveç këtij dimensioni që ne njohim, që për ne do të jetë pothuaj e pamundur që ta njohim, sepse ne nuk njohim këtë dimension ku jemi, me 5% do të thotë që ne nuk njohim asgjë. Dhe merreni me mend një dimension tjetër. Megjithatë, është bukur që të diskutojmë për këto argumenta, sepse ç'është e vërteta, mendja e njeriu është misteri më i madh i të gjitha kohërave dhe ne jetojmë këtë jetë në bazë të senseve tona. Dhe senset tona, nëse do të na i vjedh dikush, ne nuk do ta kuptojmë kurrë. Ose nëse ne do të kemi mundësinë që të shohim diçka tjetër që nuk është e kësaj bote, unë mendoj që ne mund edhe të çmendemi, sepse nuk na përket, nuk jemi aq të zhvilluar, sepse duke njohur vetëm 5%, ti kur fillon që shikon diçka që te i kalon 100%, merre me mend se çfarë mund t'i ndodhë trurit. Është si puna e një kompjuteri që ti kur i vë shumë megabajt mund të shpërthej, mund ta coptoj kompjuterin. Pres komentet tuaja, ju çfarë mendimi keni? Mundet që të ekzistojnë bota tjetër që të jenë dimensione të pafundme dhe të jemi ne, me një fjalë ne, secili nga ne, të jetojnë në çdo dimension? Ku i dihet? Pres, natën e mirë.